Pas 8 muajsh në kërkim nga SPAK arrestohet në Durrës biznesmeni Ergjys Agasi. Ai u kap në zonën e plepave teksa po udhtonte me një makinë tip Audi. Ky është momenti kur një nga efektivët e forcave operacionale i maskuar i vë prangat biznesmenit të veshur me tuta të shkurtra, shapka dhe bluzë të bardhë. Pas arrestimit, ai u shoqërua drejt drejtorisë së policisë së Tiranës, ku e prisnin agjentët e BK-s për të ekzekutuar masën e sigurisë. Agasi u lokalizua fillimisht në Elbasan dhe më pas u ndoq nga policia për 40 kilometër drejt Peshinit, Rogozhinës dhe Durrësit, ku u arrestua në zonën e plepave. Në makinë me të si shofer ndodhej edhe ish zyrtari i lartë i policisë së Elbasanit, Uljan Shpataraku, i njohur si besuari i shkryepolicit Proda. Edhe Shpataraku ishte i shpallur në kërkim pasi disa javë më parë kërcënoi me jetë punonjësi dhe një hoteli në jug. Emër ky që edhe pse Proda e transferoi pranë vetes kur u vu në krye të policisë së shtetit, besohet se kishte ende ndikim në hije në drejtimin e bluve të Elbasanit, gjë që lidhet edhe me pretendimet publike politike mbi influencën e Ergjys Agasit në këtë qytet. Ndaj biznesmenit Ergjys Agasi, gjykata posaçme kishte caktuar masën arrest në burg në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit, si i dyshuar në krye të një grupi kriminal që përmes konkurrencës së pandershme, presioneve dhe ndikimit paracaktonte tenderat në këtë institucion. Sipas hetimeve, mbi 1 miliard lekë dhe mbi 470.000 euro janë paguar nga disa kompani në llogaritë e kompanisë EA Solution të Ergjys Agasit, përfshirë dhe gati 1 milion euro verëra të shtrenjta. Pagesat janë bërë formalisht për shërbime të ndryshme, por siç rezultoi nga hetimet, ata ishin në të vërtetë shpërblim i dhënë për fitimin e tenderave të Akshit, fal lidhjeve të ngushta që Agasi kishte sipas SPAK me drejtoreshën e këtij institucioni, Mirlinda Karçanaj, dorëhequr pas marrjes së saj si e pandehur. Agasi akuzohet për të paktën 7 vepra penale, mes të cilave grupi strukturuar kriminal, konkurrencë e palishme përmes dhunës, heqje e palishme e lirisë, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankante publike. Më vonë, atij u shtua edhe akuza e korrupsionit. Biznesmeni Ergjys Agasi janë sekuestruar në total 29 prona, mes të cilave apartamente, vila dhe sipërfaqe toke në zona të njohura në Tiranë dhe Durrës, disa llogari bankare dhe kompania EA Solution. Në mesin e aseteve të sekuestruara është edhe një pjesë e Ecos Resort. Bashkë me të në kërkim ishte shpallur dhe biznesmeni Ermal Beshira, i cili u arrestua një muaj më parë në Francë, teksa fluturonte me një avion privat mbi një central bërthamor dhe që ndodhet në paraburgim në proces ekstradimi drejt vendit tonë. Në hetim për dosjen e Akshit në masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndodhet ish drejtuesja e këtij institucioni Mirlinda Karçanaj.